Pas konfirmimit të vatrës së murtajes tek ruminantët e vegjël në zonën e malit të Gjymtit në njësinë administrative Dajq, shërbimi veterinar ka vijuar punën me asgjësimin e tufës. Përgjegjësi i shërbimit veterinar në Shkodër, Mark Preqi, bën me dije se është infektuar edhe ferma ngjitur me rastin e 3 ditëve më parë, duke e quar në 110 krerë totalin e prekur. Aktualisht sot kemi përveç fermës në rastin e parë, ka kena një fermë ngjitur me ta, që edhe është konfirmuar pozitiv. Tregu i kafshët tim momentalisht është i bllokuar sipas rrugës ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta. Shërbimi veterinar thekson se ende nuk është përcaktuar burimi i infeksionit për shkak të mungesës së gjurmueshmërisë mbi lëvizjet e kafshëve në fermat e prekura. Nuk është konstatuar që në fermën e fjalë të ketë pas lëvizje kafshësh. Autoritetet sqarojnë se fermerët që kanë kryer matrikullimin e baktive do të përfitojnë domosdoshmërisht në përputhje me kuadrin ligjor. Ministria ka përfshirë në planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është i lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt përsa i përket matrikullimit dhe zbatimit të masat parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë ekziston rreziku se të shpërblehen. Zona e malit të Gjymtit numëron vetëm 4 ferma të blegtorisë së imet, ku 2 prej tyre tashmë janë të prekura nga murtaja, ndërsa si masë parandaluese tregjet e kafshëve të imta vijojnë të jenë të mbyllura.